Kemi nevojë për një Shqipëri të bashkuar, veri, jug. Dhe kjo ka qenë një plagë jone dhe na i kanë shfrytzuar gjithmonë kundërshtarët tanë. Edhe pse doli sot me dokumentin që e quajti Besa dhe ti tash je njëri nga ata që historinë e ke Besa kush ka bes? Ku është Besa, Pandi? Një beslidhje të re me shqiptarët nisur nga fjala bes. Kur shqiptarët thonë që ti je problemi, kur shqiptarët janë derdhur në shesh, kur shqiptarët zbesojnë më te siguria që ky na ofron, kur shqiptarët zbesojnë më te ekonomia. Thot na është bërë tani dhe eksperti ekonomist thotë që është forcuar ekonomia, se është forcuar leku. Ku është parë kjo? Se për çdo shqiptar normal është që smerret me import, me eksport, është një nocion abstrakt. Forcimi apo dobësimi i lekut. Se ku e kuptojmë ne? Se çfarë gjendje është ekonomia? Kuptojmë sa shpejt rriten pagat dhe sa ngadalë rritet çmimet. Se nëse çmimet rriten më shpejt se pagat, atëherë ku jemi ne? Ku është ekonomia? Sa është fuqia blerësa jona sot? Është më e madhe apo më e vogël? Kjo është pyetje. Xhepat e shqiptarëve, me lekët që kanë, me sasinë e lekëve, blejnë më shumë apo blejnë më pak? Me rrogat që marrin, mund të blejnë më shumë apo mund të blejnë pak? Mund të blejnë shtëpi, mund të blejnë se s'po hyjë te tjerat, te luksi, te pushimet, te këto te ato, por te shporta. Mund të blejnë më shumë apo mund të blejnë pak? Kjo është kaq e thjeshtë pyetja. Nuk është ajo, se ai nuk është as ekonomist, nuk është as jurist, nuk ka formimin e dur për të qeverisur si duhet një vend. Po megjithatë, ua kemi falur ne shqiptarët, dhe këtij tjetrit që vinte na fusha tjetër, edhe këtij ua kemi falur këtë defekt të madh që ka në formim. Po ndërkohë tani na hedhin dhe hys syve, pas kaq vitesh, pas kaq dekadash që qeveris vendin dhe thot këtu diçka lulëzon, vetëm ai mund të ndryshojë vetëm sot që po flasim vetëm në ngjyrën e gjyslykëve. I bën atë kuqe blu ose në një ngjyrë tjetër që përdorin. Pra ti nuk beson tek kthesa e madhe që përndoi sot, kthesë e madhe për qeverinë, për Partinë Socialiste në këtë mandat të 4 ishte kryefjala e Nuk i beson më askush përveç atyre fakirëve që i nxjerrin nëpër studio që janë të detyruar të thonë atë që thonë, për turpin e tyre që i nxjerrë dhe dalin aty dhe me ato pompozitetin e radhës dhe duan na mbushin mendjen, por kjo është e prekshme me realitetin çfarë do të thuat. Tani ne kemi njerëz ai çon individ që drejtojnë institucionet më të rëndësishme të shtetit shqiptar që nuk janë shqiptar të mirë, për ta thënë më mbutë. Kanë shitur shpirtin shejtanit. Ai vetë, nëse vazhdon kështu, është kthyer në një rrezik të jashtëzakonshëm për demokracinë në Shqipëri. Është problem i madh çështja e tij. Është problem shumë i madh për Shqipërinë, për të ardhmen e vendit. Ai në vetvete, mënyra se si ai komunikon, ishte shumë e frikshme sot. Mënyra se si ai një njeri që të hedh në këtë mënyrë hi syve. Kur është çdo gjë para syve tan, domethënë që kur bën ca paralele, merr ca njerëz që s'kan lidhje dhe manipulon në formë, u hedh fajin gjithmonë tjerëve, udhëheqësi totalisht pa përgjegjësi, dhe të gjithë e kanë të huajt, vetëm ky s'ka faj. Ky është i pastri, ky është më i miri, ky do na shpëtojë neve, por nuk është ky më. Pra nuk ngjit më po thua me këtë fjalë. Jam normaliteti, thot, këta janë kaosi. Nuk është normaliteti, ky është problemi, nuk ngjit më është problemi për ne. Dhe kemi thënë dhe tani po bëhet akoma më shumë problemi i madh për të ardhmen ton, për demokracinë, për Shqipërinë, është problem shumë i madh. Dhe mënyra se si ai do vazhdoj tani në këto kohë që nuk po fiton kohë, do të dalë i fuqishëm prap, përpiqet të menaxhoj goditjet. Thot luan me numrat, nuk është protestë numrash ajo, është protestë vullneti, është ata njerëz që dolën aty dolën me qindra mijëra shqiptar, nuk kanë ikur, pavarësisht luative në numra një ditë më shumë ditë më pak. Nuk kanë ikur ata shqiptarë që dolën aty. Ju mendoni se ikën se u kënaqën apo u zhgënjyen? Jo, janë të gjithë aty. Përkohësisht ca ikin, ca vijnë, po shqiptarët e shprehen në pjesëmarrjen masive të tyre. S'ka bërë vaki ndonjëherë në këtë kozgjatë, në këtë qëndrueshmëri një protestë në Shqipëri. Pastaj pjesëmarrja kur ka qenë diaspora, kur kanë qenë gjithë shqiptarët aty në shesh, ka qenë një spektakël. Pavarësisht elementeve pastaj që këta përpiqen të fusin, këta përpiqen të përçajnë aty, të marrin peng mikrofonat e tjera me radhë. Do të shkojmë tek protesta pak më poshtë, por me këtë fjalim, me dokumentin Besa, me dokumentin për rilindjen 2 të Partisë Socialiste, për qenë më afër qytetarëve, për t'i bërë ata që si të ndjehen tek rezultatet e qeverisë, tha nuk kënaqen më me çerdhen, me shkollën, me rrugën, me një kopsht apo me një park që bën qeveria, pra është një situatë tjetër, jemi në një epokë të re, tha. Në çfarë epokë të re jemi? Ky bën rrugë, ky ndërton, ka ndërtuar ku jetojmë lagje, rrugë, aty shkepen sa bëhet rruga, i dhe miliona euro, rindërtohet një blok banimi me rrugë me trotuare dhe pa kaluar
jo viti, po ka kalu ca muaj shkepet prap, prishet prap. Një abuzim jashtëzakonshëm me të mirën publike, me fondet publike, bën rrugë në fshatrat e Shqipërisë, në Vlorë, po doni ju, shkoni në Tërbaç të Vlorës, po në rrugën atje, shqyr që u bë pas kaq vitesh nga kemi origjinën, dhe vetë atje dhe rrugën po e ribënin sepse kishin probleme me cilësinë. Sot në 2026 vetë vend edhe abuzojnë prap me cilësinë e rrugëve. Pra ribër disa herë. Nuk ngrit banor, nuk ngrit popull, pse duhet ngrihen? A ka shtet, ka institucione që kontrollojnë? E bëjnë dhe ribëjnë. Ku është këtu kontrolli? Pra çdo premtim në finale çdo kontrollin e ushqimit. Bën Rama si kryeminist nuk gjithmonë. Po gjithmonë nuk mund të jetë ai ndryshimi, nuk mund të bëj çfarë do lloj dokumenti të shkruajë ai më të mirë, nuk i beson më njëri. Dikush tjetër duhet ta marrë në dorë fatin e Partisë Socialiste nëse duan të shpëtojnë diçka nga kjo që ka mbetur. Nëse do vazhdojnë kështu, do shkojnë drejt dërmimit. Ai ka përshunduar drejtsinë, më bën reformën drejtësi. Ktu s'ka ç'a drejtësi e ka këtu? Ku është drejtësia? Nga plepistët te patronazhistët. Kjo është reforma. Ku funksionon reforma për drejtësi? Sa vite të shkon një çështje? Sa gjyqtar të përkulur para pushtetit? Institucione të kputura në mes nga pushteti. Ku është mirëqenia? Ku është mirëqeveria? Ky do ta bëj. Çka ka bërë 13 vite? Ku ishte 13 vite, më fal? Çka ka bërë këto 13 vite? Në vend që t'i japi llogari për ato që funksionojnë, thotë e ka fajin administrata, ka fajin doktorët, e kanë fajin mësuesit. Çau ka bërë ky mësuesve? A ka menduar ky për të ardhmen e fëmijëve ta nuk shkon njëri të studiojë për mësuesi, për matematik, për fizik, për gjeografi, për histori, çfarë mësuesi do kenë nesër fëmijët e Shqipërisë? A mendon ky për këtë? A mendon ky për identitetin tonë kombëtar? Mësua një muze që ka ndërtuar ky pushtet në këto vite. Përveç se i ka mbyllur gjitha, për kulturën, për shpirtin e shqiptarëve. Po u bë muze e hebrejve, shqyr shumë mirë le tu bëj. Po shqiptarëve u ka bërë një muze ky njeri. 4.2 milionë euro koncert. Po i dha koncert kënjës. A ka bërë një muze ky për identitetin ton? Se ka 13 vite në pushtet dhe është njeri i artit i kulturës. Një muze ku fëmijët shqiptarë vend mësojnë diçka. Ku është një muze? Dhe Muzeu Historik Kombëtar është i mbyllur prej dekadash. Pra, këta jo vetëm që nuk po bëjnë diçka, po na përkeqësojnë edhe në element të qenjësishëm të një kombi, të një njohës të historisë, po na bëjnë, domethënë duan të krijojnë këtë kulturën e inferioritetit me sa shohun të shqiptarëve, të poruljes, të porunjes, pra një komb që vjen nga asgjëja, nuk ka prova. Ku janë prova? Çka ka bërë ky për të nderuar ata që themeluan këtë vend? Çka ka bërë ky në 13 vite? Varë një fotografi atje në mur. Ka dhe në kryefjalë të fjalimeve të tij apo dhe sot merret duke përçar shqiptarët që ne sot duhet kemi një qeveri uniteti kombëtar. Ajo qeveria që ka bërë ai është qeveri turpi. Ai parlament që ka ndërtuar ai është parlament turpi me individ që nuk na përfaqësojnë ne shqiptarët. Dhe i është thënë atij dhe para e dinte shumë mirë. Donte njerëz të përulur, donte ushtar të mirë, njerëz pa identitet.